Kjo ka të bëjë me se cilën qeveri që do të vijë, duhet të kenë përparësi marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Fokusohemi me gjitha forcat që këto raportet t'i forcojmë dhe t'i kthejmë në nivelin në cilat kanë qenë të kaluar. Disa lëvizjeve që kemi bërë, nuk kanë qenë plotësisht në koordinim me partnerin tonë kryesor. Dhe mendoj që këto ka ndikuar në atë të ftohje të raporteve. Nuk mendoj që jemi në një stad ku raportet janë krejtësisht të rrezikuara, mendoj që mund të janë të riparueshme dhe mund të na shërbejnë si një vërejtje që të jemi të kujdesshëm në këtë aspekt. Mendoj që kjo ka të bëjë me se cilën qeveri që do të vijë, duhet të kenë përparësi marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Natyrisht kjo qeveri ekzistuese që ka qenë deri më tani ka disa obligime të cilat pritet të zbatoj apo të vazhdoj procesin deri në fund, që kërkohet një farë lloj vazhdimësie, por edhe çdo qeveri tjetër do të ketë do të ballafaqohet me sfidat me cilat jemi duke u ballafaquar, sidomos në raport me Serbinë, dhe duhet cila parti që vjen në pushtet, çfarë do koalicioni që do të jetë, duhet t'i kushtojë në rëndësi raporteve me Amerikën dhe përmes angazhimit tonë më të madh në Washington, lobimit, e vizitave zyrtare e tjera, një politike më proaktive të Ministrisë sonë të jashtme dhe të përfaqësive tona diplomatike, duhet të fokusohemi me të gjitha forcat që këto raportet t'i forcojmë dhe t'i kthejmë në nivelin në cilat kanë qenë të kaluar. Qeveritë tona kanë bërë gabime të vogla ko pas koha në këto raporte dhe pikërisht këto mund të mbjellin një farë lloj rezerve të partneri ynë që fillojmë të humbin kredibilitetin. Humbja e kredibilitetit do thot edhe defokusim i vëmendjes. Dhe kjo për një vend që ende nuk është konsoliduar plotësisht, me një sovranitet që ende nuk është i plot, nuk është diçka pozitive, por duhet që bëjmë përpjekje që të kemi vëmendjen dhe ndihmën e Washingtonit në këto aspekte. Kemi pasur disa gjëra të cilat mund t'i konsideroj si gabime dhe shpresoj që do të kemi mësuar prej tyre. Kemi pasur shumë raste ku shumë oferta të Washingtonit nuk i kemi marrë seriozisht. Edhe në aspektin ekonomik. Kemi pasur disa raste që në vend që t'i forcojmë raportet edhe ekonomike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne kemi ignoruar dhe kemi shuar shansin që të përfitojmë nga ato. Në aspektin politik, sidomos në aspektin në raport me bisedimeve me Serbinë dhe disa lëvizjeve që kemi bërë, nuk kanë qenë plotësisht në koordinim me partnerin tonë kryesor. Dhe mendoj që këto ka ndikuar në atë të ftohje të raporteve. Mendoj që kemi një momentum të ri. Mendoj që ky proces negocimi, apo mos e quaj negocimi, po bisedimesh për normalizim me Serbinë, do të psojë një ndryshim. Tani do të shohim se cilat do të jenë kahjet që do të marrë, por çështjet që deri më tani janë propaguar apo kanë qenë në agjendë do të mund të ndryshojnë. Për shembull, çështja e asociacionit, ne tani mendoj që janë rrethana të treja dhe është gjithnjë
jo kredibile në aspekt me Serbinë që ajo do të pranon të çfarë do qoftë, madje edhe sikur ky asociacion të formohej pa asnjë kusht nga Kosova. Më thënë, nuk mund të pranojmë diçka i cili shoqërohet me paqartësi dhe me refuzim kategorik të pavarësisë dhe shtetësisë të Kosovës. Çështja e asociacionit në këtë moment duhet të pushojë. Nuk mendoj që tani Kosova do duhej në mënyrë unilaterale ta themeloj këtë pa asnjë garancë, as nga Bashkia Ndërkombëtare, por as nga ana e Serbisë. Është vështirë siç po shohim, domethënë do të ketë problem në atë aspekt. Ndonse nëse kemi një partneritet të fortë edhe me parti tjera, eventualisht që t'jenë paktën dy aktorë që do të krijonin një shumicë dhe një qeveri të fortë, kjo do të ishte zgjidhja më e mirë. Përndryshe, një qeveri e dobët nuk premton shumë dhe mund të paraqesë problem në të ardhmen.